Dhe ja te kemi, do të nisim në fakt me një mace e cila është 7 muajshe tashmë në viral, e quajtur Dobi, që ka tërhequr vëmendjen e publikut fal një mutacioni të rrallë gjenetik që i jep pamjen sikur ka 4 vesh. Anomalia e cila prek strukturën e kërcit në zonën e veshëve nuk e shkakton probleme serioze shëndetësore, por e bën pamjen e tij unike dhe menjëherë të dallueshme. Fotot e Dobit janë shpërndar gjerësisht në rrjetet sociale, ku shumë përdorues e kanë cilësuar si të parezistueshëm për adoptim. Një loj fjalësh që lidhet pikërisht me tiparin e tij të veçantë, ato veshët që vinë nga një mutacion gjenetik, nga një anomali e cila ka ndodhur. Sipas kujdestarëve, macja është e shëndetshme, energjike dhe me sjellje tipike për moshën e saj. Veshët ekstra, le themi në këtë rast, të cilët janë vendosur aty dhe në një lloj forme thjesht japin një pamje tjetër, nuk janë çështë drejta funksional dhe patjetër që i japin atij një pamje të pazakontë që kanë gjallur interes të madh nga familje të mundshme adoptuese. Raste të tilla padyshim që janë tepër të rralla dhe zakonisht shkaktohen nga mutacione spontane gjenetike. Veterinerët theksojnë se për sa kohë nuk ka komplikime të tjera, kafshë si Dobi mund të jetojë një jetë normale dhe të gjatë. Dhe Dobi duket kaq i bukur dhe ngjyra e tij, le të themi, pamja e tij është kaq e mrekullueshme saqë besoj edhe unë, po të kisha mundësi dhe po të gjendesha afër gjeografikisht, do isha një prej atyre që do shprehte interesin për të adoptuar një mace si ajo. Historia është kthyer padyshim në një shembull se si veçantitë fizike, shpesh të perceptuara si anomali, mund të shndrohen në tipare që frymëzojnë edhe, le të themi, rrisin akoma më shumë empatinë dhe dashurinë. Dhe rastet të tilla, si historia e Dobit, i cili më kujton paksa një film vizatimor, edhe besoj shumë të dashur për secilin prej nesh nga emri në këtë rast, po është një histori e cila na shërben edhe ne për të reflektuar edhe për të menduar përtej këtij lajmi, pra për të menduar përtej faktit që po shohim një mace që ka kaluar një mutacion gjenetike dhe prej kësaj ka një pamje të veçantë. Por duhet na shërbej edhe për të rritur empatinë gjithë secili prej nesh dhe për të kujtuar her pas here vetes që jetojmë në një botë e cila është shumë ngjyrshe. Është shumë ngjyrshe, ka diversitet, po në fund të ditës gjithë mbetemi të barabartë në të drejta, po edhe në detyrime.